إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë, salavatet dhe selamat i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun Azza wa Jalla për mirësitë dhe begatitë e mëdha, në veçantë për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit. Falenderojmë Allahun Azza wa Jalla. Falenderojmë Allahun Azza wa Jalla që na bëri të pjesëtar të këtij dini, pjesëtar të kësaj fe dhe din, e cila kalon nishane në tokë, që her pas here shkaku i këtyre nishaneve besimtari të këshillohet, të merr mësim dhe ibret nga gabimet dhe gjënat që i ka. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Thot dhe musibetet që i godasin juve janë si pasoj e mëkateve dhe gjunaheve që i bëni ju. Janë si pasoj e mëkateve dhe gjunaheve dhe të kalimeve të kufive të Allahu që ju i bëni. Ditëve të fundit, i gjithë Shkupje, gjithë Maqedonia, gjithë rajoni është rëndit me një kiamet, i thamë më mirë, se sa vërshim që në ndodhi në rrethinën e Hasanbegut, ku u shkatrun me qindra shtëpi, ku u shkatrun me qindra makina, kere, ku kemi edhe shumë viktima, ku kemi edhe shumë dame, ku gjithë ne u mërzitëm, u piklum, por parashrot edhe një pyetje tjetër që është thelpsore, që na musliman duhet pyesim veten, pse na ndodhi kjo? Caktimi i Allahut Azza wa Jall padyshim, por se Allahu Azza wa Jall ndonjëherë besimtarëve ju dërgon nishane, alamete, shenja në rrugë, në tokë, në qiell, kudo që janë ata që ta korrigjojnë dhe përmirësojnë vetveten. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Thot dhe na argumentet e tona që i çojmë në tokë, i çojmë për t'ju trishtu, për t'ju friksu pak juve, që ju ta korrigjoni veten, ta përmirësoni veten, që të bëheni më devotshëm, më të mirë. Kanë thonë sahabët radhiyallahu anhum, la yanzilu bala'an illa bi dhanb wa la yukshafu su'un illa bi tawbatin. Sot nuk vjen asnjë bela pasi që njerëzit ta të kalojnë dhe ta teprojnë në gjunohe dhe në mëkate, dhe nuk shkojnë bela dhe nuk largohen nga mesi i tyre, përderisa ata të pendohen, përderisa ata të kthejnë në dinin e Allahut Azza wa Jall. O vëllezër, fajin duhet kërku tek vetvetja jonë, secili individualisht, pastaj edhe në formë kolektive, sepse edhe neve që nuk na goditi një gjë e tillë apo pak na roki, nuk kemi të amnestuar nga këto gabime dhe nga këto gjunahe. Gjunahe dhe gabime e mëkate që janë shkak për shumë dome, që janë shkak si pasojë e gjunaheve tona të ketë edhe viktima, edhe fëmijë të pafajshëm. Shkaku se na i kemi tepruar, shkaku se na i kemi të kalu gjitha kufit e Allahut Azza wa Jall. Më ndalë një ditë, para 2 ditëve jo më gjatë, një xhamatlie më tha në obër të xhamisë Sabeut, tha, fole në xhamon e kalume për një ders e cila ka të boje, me xhveshin, me qiplakllëkin, tha të shtunën nuk shkoj hiç më larg, këshire çka na ndodhi, tha hoq. Tha ndoshta më erdh pak ist kur na fole për atë temë, ama e kuptova mesazhin ton të nesërmen kur na ndodhi ajo. Befasohem edhe me një fakt dhe realitet që me shumë musliman të mirë, me të cilët kam biseduar në brendit të Hasanbegut, duke qajt derë dhe duke i vizitu familje të cilët kanë humbur familjarët e tyre, besimtarët e devotshëm, po e tham ketë, sepse e pyetën Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë: "E nahluku wa fina salihun ya Rasulullah?" Qala na'am idha kathura al-khabath.
I than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, a kina mu shkatru na, kina mu bo helaq, duke pas në mesin ton bura të mirë. Sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po tha, kur teprohet në mëkate në gjunahe. E më tha një plak një buri mirë, o hoqë të Allahu kish pas shumë rahmet për neve. Kjo fjalë ndodh midis Hasanbegut, Allahu kish pas shumë rahmet mbi neve. Tha si të mos na ndodh kjo, ku na jemi bo qendër e kamatës, kur na tha i kimi shpall luftë Allahut azza wa jall. Sepse kështu ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur një besimtar punon me kamat, i ka shpall luftë Allahut azza wa jall. E s'ka njeri mbi këtë tokë që i ka shpall luftë Allahut azza wa jall, i cili nuk i ka humb luftën me Allahun subhanahu wa taala. O hoqta, ka të mos na ndodhe neve kjo, kurse thana jemi mbi bo qendër e komarit. Ka të na mos ndodhe kjo, kurse na tha jemi bo qendër e zullumit nda njëri tjetrit. Edhe nuk shkej pak ko, imami i xhamisë së vjetër që ndëgju në minare, pasi që i ngratë e thire e zonin tha, o ju njerës, sa mos i rehni njerëzit që kanë ardhur me ju ndihmu. U ula, u trishtova nga kjo fjalë dhe kuptova realitetin ati plakut, se çfar popull dhe ku pas ka mri halli dhe derdi i muslimanëve tonë. Që na amnestojmë nga kjo, më mos harroni se uji atë natë me sytë e mi e pash kishte ardhën deri në autokomand. Kishte ardhën uji deri në autokomand vetë me sytë e mi e pash në të njëjtën natë. Si na të amnestohemi kurse një gjë e tillë ndodh edhe në mesin ton, e na trim radhë temi mirë për ata, e na të mirë dhe neve s'na ka ndodhur asgjë. O vëllezër, ajo që na vjen si sprovë dhe telashe, padyshim si thot Allahu dhe premton, është si pasojë e gjunave dhe mëkateve që i bëmi ne, që i bëjmë dhe realizojmë ne, o vëllezër, me dy durtë tonë, me mallin ton dhe pasurinë ton. Na kur këshillojmë dhe themi se s'ban mu xhvesh, kur këshillojmë dhe themi se s'ban me punu me kamat, kur këshillojmë dhe themi se s'ban me bo dars më bura e gra bashk, kur këshillojmë dhe themi se muslimonja du të me kone e vesht, e jo me dal rrugve që fustonin t'ja marë ujë madh, si shna ndodhi në atë natë, që me na marë ftyrën, Allahu më parasyve tonë, që gratë e tonë mi pa të gjveshta me syte tonë, që gratë të gjveshta mi bajt bagerit të ngarkume, gratë muslimone. Një gjë e tillë ka mundësi nesër ty mu me mdodhë në darsmën teme, e mu habit si Allah ta merë ftyrën shpijën tënde. Për atim dhe zullumqarëve qoftë, po kemi fëmi që në ndrun jetë, po kemi motra që në një tima fëmi pa none pa babë. Shkoku i aromëve gjënave që na i bëjmë dhe s'kimi kur një farkufini. E ma me falë për gjveshën, a e kru veshën gjami që pa marë qotë del për gjamis, se si vjen mirë pëse ta më në zbanë më gjvesh gruja muslimone. Gjalli jatë ka me mejtë pa në nësë, ki me mejtë pa e vlatë nësë, kur të ndere shivi. Pa vallaj kështë ndodhë kur t'i kalem këtë kufit. Kur të mina o sharam kamata, o sharam kredia, a i qëtë me në move se vëm kina me apo shërin, largoj asaj pune. Wallahi billahi, shumë musliman në shkull, shumë musliman me të në rrugë. E na du të me këshillu vallahi aplikime kemi para Zotit, që më përmisu njere për gjithmonë. A ishë nuk jo dhimen që të thmi, a i me ndonë se nesër a i mund të bekon thmija jotë. E vallahi, kur t'i shumë me ata, du të me na udhim që kur me kontonit. Shumë mi që t'fjallësh dhe mendësh fjallë ati plaku që tha o është ta gjdoj dita shpije pare me kamatë. Ka mës të dheri dhe kjo bela, buri mirë, muslimani mirë. Po dhe në shkru s'mi zjallë, në shkru në gradë zjallë. Në mbetën sa fëmije ti ma shokës se vlazit e tonë vdicën, u përmbytën. Muhamedi s.a.s. ka premtu se ata që përmbytën vdesin në ujë, se janë shahida. O neve në plas zemra, në vjen keq. Shkoku se me një vend kur të prodhë zullumi dhe aromi, shumë dënimi madh vjen prej Zotit. Ana nuk kemi shumë më të mirë o vllazni. Ana të njëjtat fotografi i shojmë edhe midis shkupit. Ana të njëjtat fotografi i shojmë edhe midis xhamive ndonjëherë. Sepse ka hup urdhnimin në të mirë dhe ndalimin nga e keqja.
Vjen me një drejtë që imami në gratë me hip minare, me thonë veç sa me thire zanë, mani mos i rreth një burat e mirë, se ka nërë me ju ndihmu. A dirin këtë drejtë që zemrat me na ngurcu ka të shumë që asin asjat bës me ngu. Që edhe fjale e Zotit me na pengu, pse imami e thotë fjale në Rabbul Aleminit. A e dini se x imam në ato vende e la imam lëkin, shoku se ka folë kundra kamatës para një kohë shumë shkurt. E la imam lëkin zdripi prej hutbës më alos ka hip në hutbe. Pse që ati popullit i pengoj ke nasiati imamit, ku thëjke imami, o e halallahu l'beja wa harrem e riba, se Allah e ka bo halal shqitlerjen, ama e ka bo haram kamatën, i pengoj dikujt. E imamit të kërcnu, edhe imamit mriti mori gudzimin e zullum qarmi ju kërcnu, e ingrati, e shini mikrofonin dhe zbriti për mimberit e tha, unë nuk ligjerej më me një popull të tillë. Nuk shkej shkurt kohë kjo e ndodhë, një popullit me këto cilësi. Allahu Azza wa Jall, këtë popull e mbarsoft, e kthef në rrugë të hajrit e të mirë, neve na përmirësoft që s'jemi shumë më të mirë se ata, e na kthef në rrugë të hajrit. Allahu na largoft nga kamata, na largoft nga bigjozi, na largoft nga zhveshja, na largoft nga alkooli, na largoft nga darsmat me muzika bura e gra, na largoft nga punë të këqija të liga, padrejtësia, zullumi, e keqja, haramet e ndryshme që i dim e që nuk i dim. Allah na përmirësoft e na largoft nga ata. Sa më shpejt e na mundsoft, sa më shpejt pendojmë dhe të përmirësohemi. Lusë Allahu Azza wa Jall që ato të vdekur Allahu t'i pranon si shahida, Allahu t'i mëshiron e t'i bën rahmet. Ti ka plan me rahmetin e ti të gjojë të madh. Familjarëve tyre Allahu ju dha sabër dhe durim. Allahu a letësoft sa ma lejt këtë brengë dhe të lashe që i kam pasë, sa më shpejt të kthejnë gjithë vllaznit e tonë, Hasan Begali e ma gjonë shtëpit e veta, Allahu a mundsoft, sa më shpejt këto familje të bashkon, e të rahaton në shtëpit e veta, lusim Allahu Azza wa Jall që të na e falë gjunat që i dim e që nuk i dim, e të na përmirëson e të na kthen në rrugën e hajrit sa më shpejt. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sot o vëllezër, gjithë muslimanët e Maqedonisë, Kosovës dhe Maxhon kanë vendosur që vëllezërve të vet në Asambege Maxhon, Straçinës dhe kështu me radhë, kudo që kanë të lashe dhe probleme, me u tregu se nuk janë vet ata. Me vabo me dije se edhe na jemi së bashku me ata. Me vabo me dije se edhe na dinarin e fundit që i kemi kina me dhonë që atin dhe këtë breng dhe këtë të lashe më aletësu Gjamia Isabeut, si një gjami modeste, si një gjami e cila çdo është solidarizu me xhamatin e saj, fisnik dhe bujar dhe gjymert, me gjitha sprovat dhe të lashe që i kam pas musliman në Maqedoni dhe Maxhon. Sot shtron hasër dhe gjithë dhe ju qonë selam. O vëllezër, jepni kush sa të muje, sa më shumë që keni mundësi jepni, që këtë breng, së paku brengat financiare të alecën këtyre vëllezërve tonë. Allahu a bekof pasurin, Allahu u arrujt e vlat nga çdo e keqe dhe të lashe, Allahu u ambrojt familjarët nga çdo të lashe dhe brenge, dhe sa më shpejt vëllezërit e tonë, Hasan Begali dhe Maxhon, u kthehen në shtëpitë e tyre rahat e të qetë. Mos harroni se sot është ditë e xumë, dhe sa është shumë sevap me dërgu salavatet dhe selame mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me salavatet اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. الله أكبر.